Kina po avancon në heshtje drejt një modeli teknologjik që te kalon konceptin e qyteteve të zgjuara. Sistemi inteligjencë artificiale autonome, automatizim masiv dhe infrastruktura të drejtuara nga algoritme po ndërtohen paralelisht, larg vëmendjes së mediave perëndimore. Ajo që po merr formë nuk është thjesht inovacion civil, por një ekosistem i plot robotik që po ndryshon balancën globale. Dronët e dërgesave urbane. Kina ka krijuar rrjete dronësh që realizojnë dërgesa ushqimi brenda rreth 15 minutash, me saktësi në minutë. Kompania Meituan ka kryer mbi 300.000 dërgesa ajrore, duke përdorur korridore fluturimi të paracaktuara dhe pika automatike shkarkimi. Ky sistem eliminon nevojën për kurrier fizik dhe redukton ndjeshëm kohën e pritjes. JD.com operon dron transporti që mbajnë ngarkesa nga 5 deri në 30 kg, të quajtur kamion ajror. Këta dron po lidhin zona rurale të izoluara me shërbime të shpejta logjistike, duke ndryshuar mënyrën e furnizimit në fshatra që më parë kishin akses të kufizuar. Makina me drejtim autonom në shkallë të gjerë. Rreth 15 milion makina të reja në Kinë këtë vit do të pajisen me sisteme drejtimi autonom. Kjo do thotë se afro 2/3 e automjeteve të reja mund të funksionojnë pa ndërhyrje të drejt për drejt njerëzore, duke bërë drejtimin autonom një standard dhe jo më një eksperiment. GUA-01 konsiderohet makina e parë me një tru të vërtet AI. Ai nuk është vetëm vetëdrejtuese, por ndërvepron me shoferin përmes një asistenti të quajtur Simo. Automjeti mund të thirret nga distanca deri në 2 km dhe të vijë vetë tek përdoruesi. GUA-01 përdor 2 qipa Nvidia me 508 TOPS fuqi përpunimi AI, 11 kamera HD, 12 sensor ultrasonik dhe 5 sisteme radarësh. Ky kombinim i lejon makinës të parkojë vetë, të ndrojë korsi, të shmang pengesa dhe të manevrojë në trafik të dendur urban me saktësi të lartë. Manevrimi ekstrem i automjeteve BYD. BYD Yangwang U8 mund të rrotullohet 360 gradë në vend, fal 4 motorëve të pavarur, duke lëvizur çdo rrotë në drejtim të kundërt. Ajo gjithashtu mund të lëviz anash për parkim, një aftësi që zakonisht nuk ekziston në automjetet tradicionale. Yangwang U8 mund të hyjë në ujë deri në rreth 1.5 metër thellësi, të notojë dhe të lëviz me rreth 3 km/orë për deri në 30 minuta. Kjo e bën funksionale edhe në skenar emergjencash si përmbytjet urbane. IM Motors L6 dhe BYD Z9 GT përdorin drejtim me 4 rrota dhe motor të pavarur për të rëshitur anash gjatë parkimit. Kjo teknologji ul nevojën për hapësirë parkimi me rreth 11% dhe zvoglon rrezën e kthimit në rreth 5 metër, shumë më pak se makinat tradicionale. BYD Yangwang U9 Extreme përshpejton nga 0 në 100 km/h në 2.36 sekonda dhe ka arritur një shpejtësi maksimale prej rreth 496 km/h, duke vendosur rekorde globale për makina prodhimi. U9 është e pajisur me sistem Duzak, i cili i lejon makinës të kërcej deri në 75 mm, të kapërcej pengesa dhe të reagojë në vetëm 40 milisekonda. Çdo rrotë mund të ngrihet individualisht me shpejtësi deri në 500 mm/sekond, duke bërë sistemin më të shpejtë dhe më të fuqishëm se çdo sistem tjetër prodhimi në masë të gjerë. BYD është prodhuesi i parë në botë që ka arritur 10 milion automjete me energji të re. Super makinat e saj shiten rreth $236.000, ndjeshëm më lirë se rivalët europian që i kalojnë $500.000. Taksit vetëdrejtuese në shkallë kombëtare. Kina po teston taksi autonome në 19 qytete, me rreth 16.000 automjete që operojnë në mbi 32.000 km rrugë të dedikuara. Kjo distancë është më e madhe se një xhiro rreth tokës, duke treguar se drejtimi autonom po testohet në kushte reale dhe në shkallë masive. BYD ka prezantuar bateri
që ofrojnë deri në 400 km autonomi me vetëm 5 minuta karikim. Sistemi I ri përdor karikim 1 MW, duke e bërë sistemin po ashtë të shpejt sa mbushja e një makine me karburant tradicional. Trenat maglev me shpejtësi ekstreme. Kina ka zhvilluar trena maglev që nuk prekin tokën dhe lëvizin me ndihmën e fushave magnetike. Gjatë testeve, këta trena kanë arritur 650 km/h brenda 7 sekondash, ndërsa në kushte eksperimentale kanë kaluar 1000 km/h. Kjo redukton kohën e udhëtimit Pekin-Shanghai në rreth 2.5 orë. Edukimi I hershëm në inteligjencën artificiale. Kina po investon drejt për drejt në formimin e brezave të ardhshëm. Në Pekin, fëmijët që nga mosha 6 vjeç ndjekin detyrimisht klasa të inteligjencës artificiale për të paktën 8 orë çdo vit shkollor. Për më tepër, 184 shkolla janë përzgjedhur për programe të avancuara eksperimentale, duke krijuar një bazë të gjerë ekspertësh të arshëm në teknologji që ende nuk ekzistojnë. Ndërtimi I infrastrukturës pa punëtor njerëzor. Kina ka ndërtuar segmente rrugore, duke përdorur rreth 100 kamionëve drejtues për ngarkesat të rënda. Secili prej tyre mban deri në 85 ton dhe operon plotësisht në mënyrë autonome, edhe në temperatura ekstreme, deri në -40°C. Flota robotike përfshin rul rrugësh autonom dhe asfaltues gjigant që përdorin GPS dhe algoritmi inteligjente për të ndërtuar autostrada pa ndërhyrje njerëzore. Këto sisteme po krijojnë infrastrukturën, mbi të cilën do të funksionojnë teknologjitë autonome të së ardhmes. Aeroportet plotësisht biometrike. Në 62 aeroporte kineze, qindra pika sigurie përdorin njohjen e fytyrës. Pasagjerët nuk kanë nevojë për bileta apo dokumente identiteti, pasi sistemi I identifikon automatikisht. Në aeroportin Hongqiao të Shanghait, procesi I regjistrimit, dorëzimit të bagazhit, sigurisë dhe hipjes në avion kryhet pa kontakt njerëzor dhe zgjat rreth 12 sekonda për pasagjer. Aeroporti kryesor I Pekinit operon me qindra pika biometrike dhe 10 stacione veç shërbimi. Rrjeti kombëtar I mbikëqyrjes me AI. Kina ka instaluar mbi 200 milion kamera mbikëqyrje, të lidhura me një sistem të quajtur Skynet. Ky rrjet analizon fytyra në kohë reale, identifikon shkelje dhe përdor modele parashikuese për të zbuluar rreziqet të mundshme. Forcat e policisë përdorin helmeta me inteligjencë artificiale që skanojnë turma dhe identifikojnë individ të kërkuar në kohë reale. Kjo rrit ndjeshëm shpejtësinë dhe efikasitetin e ndërhyrjeve. Robotët humanoid për punë dhe asistencë. Në Kinë, automatizimi nuk po zëvendëson vetëm paratë fizike, por edhe punën njerëzore. Roboti humanoid Uni G1 është rreth 1.32 metër I gjatë, peshon 35 kg me bateri dhe ka 23 nyje lëvizëse. Ai kryen lëvizje shumë të ngjashme me ato njerëzore, përfshir ecjen, vrapimin, kërcimin, uljen, ngritjen dhe ndërveprime bazë si përshëndetja apo shtrëngimi I dorës. Përveç lëvizjeve të avancuara, G1 është projektuar për detyra të përditshme, si mbajtja e objekteve, hapja shisheve dhe pastrimi I hapësirave të brendshme. Ai mund të paloset për transport dhe ruajtje të lehtë. Me një çmim rreth $16,000, përfaqëson një alternativë shumë të lirë krahasuar me robot humanoid të tjerë që kushtojnë qindra mijëra. Qendër robotik për përdorim profesional. Kina ka zhvilluar edhe qendër robotik të quajtur Goto, të dizenjuar për përdorime funksionale dhe jo argëtuese. Ata peshojnë rreth 15 kg dhe arrin shpejtësi deri në 2.5 metër për sekond, duke ruajtur stabilitet të lartë në terrene të vështira. Qendë Goto mund të ecin përmbys, të kryejnë salto dhe rrokullisje adaptive, duke kapërcyer pengesa në mënyrë autonome. Sistemi I tyre 4D LiDAR ofron shikim 360 gradë pothuajse pa pika të verbra, duke zbuluar objekte deri në 0.05 metër largësi. Goto Pro
arrin shpejtësi deri në 18 km/h dhe ka sistem ndjekje inteligjente anësore që shmang pengesat në kohë reale. Versioni me rrota Goto W është projektuar për terrene të ndryshme dhe mund të mbajë rreth 3 kg ngarkesë. Në lojrat aziatike të 19-ta në Hangzhou, qenë robotik u përdorën për transport pajisjesh sportive. Teknologjitë të ngjashme janë tashmë në përdorim nga forca policore dhe ushtarake në vende të ndryshme. Androidët hiperrealist. Kompania X-Robots po zhvillon android që duken pothuajse identik me njerëzit. Këta robot kanë lëkurë realiste, sy që pulitin dhe mbi 140 lëvizje të fytyrës dhe trupit, duke imituar shprehjet njerëzore me saktësi të lartë. Çdo android kushton rreth $280,000 dhe kërkon rreth 1 muaj për të ndërtuar. Kompania ka prodhuar mbi 200 njësi dhe aktualisht prodhon më shumë se 500 robot humanoid në vit. Ata përdoren në muze, hotele, shkolla dhe institucione shtetërore, përfshirë rikrijime robotike të figurave historike si Albert Einsteini dhe Stephen Hawking. Robotët në mjekësi. Kina po aplikon AI edhe në sektorin shëndetësor. Sisteme robotike mund të lokalizojnë venat dhe të marrin gjak me saktësi më të lartë se metodat tradicionale. Spitalet përdorin robot autonom për shpërndarjen e ilaçeve, duke reduktuar ndjeshëm vonesat dhe gabimet. Kirurgët kinez kanë kryer operacione robotike tek pacient që ndodheshin rreth 8.000 km larg, veçanërisht në zona të izoluara. Kjo teknologji po e bën kujdesin mjekësor të avancuar të aksesueshëm edhe në rajonet të largëta. Dr. Alfred është një kirurg robot me AI, i aftë të komunikojë natyrshëm dhe të përgjigjet në disa gjuhë. Kina ka ndërtuar gjithashtu spitalin e parë plotësisht me AI, me 14 mjek robot dhe 4 infermier robot, të aftë të trajtojnë deri në 3.000 pacient në ditë me rreth 93% saktësi. Bujqësia e automatizuar. Inteligjenca artificiale po transformon edhe prodhimin ushqimor. DJI Agras T100 është një dron bujqësor që mbar deri në 100 kg fara ose pesticide dhe operon ditë të natë, duke spërkatur të mbjellat në mënyrë autonome. Robot të specializuar për pambukun me 108 krah përdorin kamera dhe sensor për të korrur nga 26 deri në 40 hektar në ditë, rreth 120 herë më shpejt se puna njerëzore. Makineritë automatike të transplantimit me GPS mund të mbjellin 6 deri në 7 hektar në ditë, duke zëvendësuar punën e 80 deri në 100 personave. Këto sisteme tregojnë se Kina po aplikon inteligjencën artificiale njëkohësisht në industri, mjekësi, transport, siguri dhe bujqësi. Teknologjitë po zhvillohen paralelisht, me ritëm të lartë dhe me kosto gjithnjë e më të ulët, duke formsuar një model të ri shoqëror dhe industrial. Na tregoni në komente çfarë mendoni për këto zhvillime. Kjo ishte gjithçka për sot. Abonohuni në kanalin ton duke klikuar butonin subscribe së bashku me butonin e zilës për të parë më shumë video të tilla. Dhe si gjithmonë, faleminderit për shikimin.